Dështon përpjekja e 15 për mbledhjen e Kuvendit të Kosovës. Përballë këtij ngërçi të vazhdueshëm institucional, vëmendja tashmë është drejtuar nga presidenca. A do të mund të sjellë takimi me presidenten një zgjidhje? Në vijim qëndrimet e partive politike. Mërgim Lushtaku nga PDK, Ramush Haradinaj nga AAK dhe Faton Peci nga Guxo. Si do të rrjedh seanca e sotme sipas jush? Ne përshom që ka një kukëfërtësi nga mazhoranca deri tashme, që realisht deri me tani nuk ka asnjë ndryshim, biles po shpik edhe forma të ndryshme, vetëm që mos të qetë në votim edhe kandidatën e tyre në Kuvendin e Kosovës, që po shihet qartë që po dështon çdo herë sa e qesin në votim, pavarësisht sa i ka numrat në Kuvendin e Kosovës, ato numra nuk janë të mjaftueshme që të zgjedhet kryetari i Kuvendit dhe për të zgjedhur dhe për të konstituuar Kuvendin e Kosovës. Andaj me të vërtetë është edhe kokçari edhe për qytetarët e vendit dhe tallje me gjithë qytetarët, pse kjo kokëfërtësi nga një parti politike, spaku edhe me ndërrua edhe kandidatin dhe me pas edhe propozime të ndryshme për të dalë nga kjo situatë. Kështu që ju e dini edhe ne si deputet të Kosovës, pavarësisht bindjeve politike, partive çfarë përfaqësojmë, me të vërtetë po ndihemi sikur të jemi në një qerdhe të fëmijëve, sepse kokëfortësia, egot e ndryshme nuk po lejojnë që Kosova të ecë përpara dhe të formojë institucione të veta dhe kështu të merr premtimet dhe të punoj për premtimet çfarë ka bërë në fushatët elektorale të saj. Nëse vazhdojnë kështu me të vërtetë humbim çdo sens të përgjegjësisë çfarë kemi para qytetarëve të vendit. Ka besoni që mund të ketë ndonjë rezultat pozitiv nga takimi me presidentin? Unë shpresoj që të gjithë të ulin egot dhe të shikojnë me përgjegjësi më të madhe dhe të kalojnë këtë lamsh çfarë është bërë deri me tani dhe shpresoj që edhe të përgjigjet ftesës edhe partia që ka fituar 48 mandate në Kuvendin e Kosovës dhe kështu të kemi një rezultat që i përgjigjet edhe statës politike. Shko për të kreve propozim në këtë kemë? Mbetet të shihet nga kryetari i partisë, kemi me diskutu edhe një herë në grup parlamentar dhe në institucionet, në strukturat e partisë dhe e shohim tutje. Edhe një herë, ne si deputet të Kuvendit të Kosovës, pavarësisht bindjeve politike, përshë edhe nga kolegët, me të vërtetë dëshirojmë të bëjmë një zgjedhje, po shihet qartë që zgjedhja është një herë në dorën e partisë më të madhe në Kuvendin e Kosovës, e cila edhe pse është më e madhja nuk i ka numra të mjaftueshme. Faleminderit shumë. Zotëria Haradinaj, ju keni planuar ftesën e presidentes Vjosa Osmani për takim, cilat do të jenë kërkesat tuaja në atë takim dhe temat që do të trajtoni? Do ta ndëgjojmë presidentin më pas çfarë qëndrime ka ose çfarë sugjeron. Në të kohë nëse kemi ndonjë sugjerim do ta japim, po sikur që e dini aktualisht ne jemi edhe në pritje të vlerësimit nga gjykata kushtetuese për kushtetueshmërinë e zhvillimeve që kanë ndodhur në seanca. Sa dje kemi dorëzuar, tani këto ditë shpresojmë që gjykata kushtetuese do ta merrë në shërtim kërkesën tonë për vlerësim të kushtetueshmërisë. Zotëria Haradinaj, në çfarë formati u ka tu veç AAK-n apo jo? Nuk e di përveç, nuk e kam trajtuar kështu, po kam marrë informacion nga zhyra që kemi një ftesë. Unë e kam konfirmuar ftesën te presidentja. Do të jetë pjesë edhe të ndodhë që ndoshta uleni një tavolinë? Nuk e di ajo në pjesë, ta shohim. Uleni një tavolinë? Ta shohim nëse jam ajo. Faleminderit. Grupit apo ato do të ndonë informacion. Jeni përfaqësues i listës Guxo si Guxo, më? Na nuk kena marrë ftesë, do duhej me marrë ftesë për shkak se ne jemi subjekt politik, e regjistruar Komisionin Qendror Zgjedhor, pavarësisht që s'kemi garuar vetëm, kemi garuar bashkë me lëvizjen vetëdijse. Faleminderit shumë.